Faleminderit zoti kryetar. E dëgjova me vëmendje gënjeshtrën dhe të gënjesh edhe në muaj Ramazani është dy fish. Dhe se sa kam lidhje unë me besimin, i vetmi njeri në këtë sallë që s'ke asnjë lidhje je ti, as me besimin, as me vlera të tjera morale dhe familjare. Mungesa e vlerave morale dhe familjare janë tepër të rëndësishme për të konsideruar për çdo person. Sa i përket gënjeshtrave që u hodhën në këtë sallë, qëndrimi ynë ka qenë i qartë. Ju lutem lejoni kolegun të mbaroj fjalën. Këshillit të mandateve në emër të 5 deputetëve antar të Këshillit mandateve përfaqësues të Partisë Socialiste e kemi bërë qartë qëndrimin ton dhe po ashtu në përfundim të mbledhjes kemi komunikuar se si e sqaron rregulloria e kuvendit këtë akt procedural të kuvendit Shqipërisë. Në Këshillin e mandateve ka pasur 2 mendime dhe 2 qëndrime dhe kjo është e qartë në proceduralin e asaj mbledhje. Dhe në rregulloren e kuvendit në nenin 118.3 thuhet qartë se në përfundim të shqyrtimit Këshilli brenda 2 javëve harton një raport. Jemi brenda kohës që na lejon rregulloria. Ky grup parlamentar është një grup parlamentar serios, i cili nuk i merr vendimet kryetari i grupit apo kryetari i kuvendit apo kryetari i komisionit ligjeve, por në këtë parti merren vendimet kolegjiale në grupin ton parlamentar. Kështu që në këtë këndvështrim më datë 23 shkurt, kam komunikuar publikisht se sapo të depozitohet nga të 5 deputetët rekomandimi nga ana jon, do të respektohet afati 2 javor, bie poshtë pretendimit